ne pritem që të ketë votim, ndërsa krejt rasisht konstatoj sa deputet janë prezent, që nëse ti ki dëshiru me mbyll seancën, çka ka rëndësi sa deputet janë prezent në sallën plenare, dhe pas konstatimit të numrit të deputeteve tregoj që meqense s'ka pas konsensus, ne do e mbyllim seancën edhe seanca tjetër do të jetë pas 48 orëve. Kjo është antikushtetuese, është antiligjore, sepse në fakt ai është dashur që këtë raport sot ta hull në votim. Zoti Kurti po dëshiron me ble kohë për shkak se nuk i ka votat për zgjedhjen e kryeparlamentarit, nuk i ka votat për formimin e qeverisë, nuk e ka shumicën e thjeshtë dhe për këtë arsye po mundohet jashtëligjshëm, antikushtetues, antiligjor ta bëjë zvarritjen e konstituimit të seancës, sepse betimi i deputetëve, nënshkrimi i deklaratës së betimit të deputetëve është një akt formal.